Mimbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, kudo që ndodhin në Amerikë, në Evropë, pothuajse shqiptarët edhe në Kinë janë shqiptarë. Janë shpërndar në përbot, 97% të shqiptarëve janë të dëbuar në mënyrat e bolshevikëve që kanë e të këtyre të mizave të kalit. Shqiptar, siç u thash sot, Shqipëria është gati për të kthyer shqiptarët të vinë në shtëpitë e tyre. Shqiptarët e mi, erdhi koha juaj. Erdhi koha që prindrit tuaj u prisnin, sidomos nënat plak me shami të zezë, prisin e balkoni, mos vide dojnë telefon, e mos vide dojnë lajmë, se telefon s'kan, mos vide dojnë lajmë nga komshia, që do t'i vinë të i biri o i bia nga mërgimi. Shqiptarët e mi, 80 vjetë ca në hidhërim Shqipëria. Sidomos 35 vjetë nga 2 partit të sjellë nga Rami Salia, një i quajtur Berisha, tjetri Nano edhe Edi Rama, pothuaj 20 vjetë. Shqiptar, u erdhi dita. Unë thash sot që Edi Rama i kishte do programin e kishte që t'ishin 100 metro larg demonstratës që po bëhet, është e 12-a o e 13-a që po bëj çdo ditë, pra për të filluar do një përleshje. U lajmërova drejtore policisë, byron kombëtare, Spakun, zotin Qela, kryetari i prokurorisë, nëse bëhet diçka sonte rrëmuj, do bajnë përgjegjësi penale. Sepse Edi Rama i ka sjell me autobus gjithë bashkitë e tij të Shqipërisë, me detyrim. I ka sjell natën dhe i zbarkovi në Tiranë, që ishin jashtë Tiranës dhe sikur erdhë nga Tirana. Kam mbledhur të gjithë ata zuzar që u kanë pirë gjakun juve. Të gjithë ata të bashkisë që kanë rjepur si ai Fierit, i Lushnjës, pothuaj të gjithë kryetarët e bashkisë dhe kryetarët e komunës që i ka në dorë Saliu edhe Edi Rama. Janë të dy në rrugë. I kam mbledhur që menduan që sot të bërin një përleshje si 97 shqiptari me shqiptar. Po shqiptarët të rinjt janë shumë të mençur. Keni durim të dashur shqiptar. Unë po flas tani, në këtë moment që u flet një halabak i quajtur Edi Rama. Flet një që u ka vjedhur ju, që u ka torturuar ju, që i ka mbushur burgjet e Shqipërisë plot për plot, që ka mbushur burgjet e Evropës me urdhin e Edi Ramës dhe Sali Berishës. Këta të dy, çfarë nuk i kanë bërë Shqipërisë? Të them për Fatos Nanon, ai për Ramet i themi ne, edhe Hasmin Takesh nuk e do, por i thua Ramet atje ku ke vajtur. Pra shqiptar, nesër është data 13, është data e Shqipërisë të lirë, që të lirohej Shqipëria. Është data që të vinë nga gjithë anët e Shqipërisë, nuk ka më socialistë dashur shqiptar, po më mirë të them, nuk ka më Edi Rama e Sali Berisha, që i ka mashtruar dhe ata. Fytyrat e tyre që unë po i shikojnë para se të vinje këtu, ishe fytyrat që kanë vjedhur në rreshtin e parë, ministra, Gjaçka, Qan me radhë, ata që u kanë vjedhur dhe prindrit e tyre, gjyqtar që i kanë dënuar në kohën e Ramizit, edhe sot vetëm vjedhen. Shqiptar, koha është e juaj. Është koha e juaj që të shihni një ditë të bardhë. Është ditë e gëzimit nesër, që të mbushet
rrugët, bulevarti atje ku janë vrarë 4 veta, që akoma se kanë bërë gjyqin. Gjyqtarët e disa prokurorë që dalën sot në për televizor, si një Karanja, ishte prokurori kur vranë 4 veta, nuk u vranë vetë dashur shqiptar, po plumat kërcisin nga dritarja e kryeministrit dhe nga taraca lartë, të pregatitur këtë vrisnin. E papar një histori që qeveria që merë gjakun e shqiptarëve, vret shqiptarët që i ikën pa ujë e pa bukë në gojën e tyre, në stomakun e tyre, të pangrën. Edhe në luftra që kam lexuar, e kam parë, e në luftë, kur e shinin tjetrin duke ngrënë bukë, nuk e vrisnin. Kurse aty i vranë 4 veta dhe qindra të tjerë të plagos. Kërciste mitrolozi, si kur kishte ardhur armit ton shekullor. Në theshtata e njëjta. Nafta që u dha Serbis për të vrarë bosnjakët dhe më në fund për të vrarë kosovarët, si që keni parë dhe vetë, me 99-ën, nga Prishtina në Tropoj, në Dëbor, zbathur nga Tropoja në Vlorë, Korçë. I pritën shqiptarët. Shqiptar erdhi përfundimi, të rinjt. Intelektualet dhe foshnjat që ishin i vetë në krah, janë mbledhur këto ditë. Janë mbushur bulevardet e paparë në historinë e Shqipërisë. Duke bërë në mënyrë paqësor, duke vizituar dhe përqafuar policat. Kurse, një grup, ju e keni parë, që donte që të shpërthente midis njëri tjetrit, po shqiptarët janë zotë. E arritën dhe dije të dashur shqiptar me zagarët e spionazhit të Soros, vajtën pranë ambasadës amerikane dhe duke qeshur dhe zgërdhitur ata 2 persona që keni gjithmonë fotografi, s'është nevojë t'i shohim, ata dashur shqiptar e kthejnë kokën nga ambasada dhe thoshin, ja sa shumë jemi, ta di ambasada. E bën të njëjtën ai person, i biri një komunisti, po komunistat ishin nga e keqja. Po një biri gjelati i Ministrisë të Brendshme. Kërkonte dhe bërtiste më keq se Ilir Meta, që thoshte edhe Rusia ka mislla. Hypte hekur me hekur. Pra shqiptar u erdhi fundi këtyre. Unë ju përgëzoj që ju do vini nesër nga gjithë Shqipëria për të pajtuar kur të shihni motrën dhe vëllain takojnë njëri me tjetrin. Spionazhi arriti po brenda Shqipërisë, po dhe jashtë, në Itali, Greqi, Francë, në çdo vend, në Ingilterë, i shkatroi, i ndante burrin nga gruaja, spionazhi për të prishur familje. Qëllimishme. Kurse në Shqipëri drogat në për rrugët, të vesh në për universitetet, të quajtur universitete, që janë me qindra e papar në historinë e Shqipërisë, universitete që marrin parat grekët, sërbët e francezët. Marrin parat e studentëve. Baba e nena i mbledh qindarkat, ja jep të bijës e të birit, që të vejnë në universitete private, ata universitete private janë me profesor që nuk kanë asnjë dëftesë, përveç Universitetit të Tiranës. Edhe aty, 25% nga të quajtur profesor janë me diploma falsa, si ai zotnia që nxora unë që thotë ka mbaruar në Bruksel, që s'ka mbaruar asgjë. Pra shqiptarët, nuk ka më mashtrime, nuk ka më gënjeshtra. Po unë ndjej një keqardhje sot që vajtën pranë Edi Ramës, pranë një psikopati, pranë një hajduti gjepash,
ngrihen nga gjithë Shqipëria, ju mund të thoni, jemi të detyruar pilinqi me zorë. Mirë, ke 35 vjetë që vuan, por nuk dërove edhe një ditë, ta linje punën, të vinje, të bashkoshe me ata që kanë 12 ditë që mbushën bulevardin, a nuk e pat Dardani në Maqedoni që u mbush plot, edhe ata janë në përshkollën, edhe këta që po mblidhen çdo ditë, pa marrësi se me dy styre ne i dim, policia i di, janë të shinjosur që ata do arrestojnë shumë shpejt. Për dëmin që kërkojnë t'i bëjnë, po shqiptarët si thash, duan Shqipërinë të lirë. Duan Shqipërinë ta kenë shqiptarët, e jo ta ke qifuti, apo dikush do një fëmijë, senatori o presidenti, jo në tokën e Shqipërisë. Edhe atje ku janë në kontroll dashur shqiptar. Kush vjedh në këtë botë, a ditën që vjedh bangën, o a ditë që vjedh njeri, në çdo vend të botës që të jesh, bëu gati, sepse rruga e atij personi që vjedh është rruga e vdekjes dhe e burgut. Nuk ka rrugë tjetër në këtë botë. Nuk është si dikur që nuk shinin, nuk ishte internet, nuk ishte telefon, nuk ishte kamerë, çdo gjë. Sot dashur shqiptar, edhe kur fle në familje, dihet si rënkon e si flet. Bota është në kontroll sot. Pra, e kam fjalën që ju që vajte sot dhe Edi Rama, t'u them, paçi turp, ju jeni pa fytyrë. Ju s'keni turp, sepse ju keni marrë me qindra e mira dollar nga gjaku i shqiptarëve. Bota, Evropa ka dhënë para, këta e ka futur në xhep të tyre. Edhe ua ka shpëndar satelitëve, ministrave, ju e keni dëgjuar dashur shqiptarë, se në Shqipëri, qeveria e Edi Ramës e Sali Berishës, thot janë 820.000 pensionistë. Realiteti janë 420.000. 400.000 që nuk duken bordoro, po vetë marrën parat, janë satelit që t'i mbanin dy partit. Dy partit u leminuan dashur shqiptar. Por, ata që janë sot, dhe Edi Rama, si që thash më parë, vërtet keni ngrënë. Vërtet në hotele jetoni e kur hypni në avion shkoni klasë e parë. Por, nuk u ka patru lezet. Vishini me ora të shtrenta nga 20-30.000 dollar. Gratë tuaja me çanta nga 10.000-15.000 dollar. Visheni. Por kur dilni në rrugë, nuk u ka lezet as kostumi, as fjala, se nuk dini të lidhi dy fjalë, sepse jeni familje më të ulta. Jeni familje më të ulta, sepse keni shkatruar kombin e Shqipërisë. Dhe mendonit që do shisnin Shqipërinë. Po ne kemi thënë, Edi Rama e bëri bukur me Sali Berishën. E bëri qëllimisht jo të ulte presidentin e Amerikës, po që të ulte autoritetin e Amerikës. Unë ua kam thënë dashur shqiptar, Amerika ka këtë kushtetut. Dhe kjo kushtetut që dohet në Shqipëri kemi përkthyer në gjuhë shqipe, kjo kushtetut nuk pyet as president, as senator, sa senator në Amerikë, kongresmen, janë lidhur duart me zinxhir e këmbët dhe drejt burgut e qelës tyre edhe det. Historia e Amerikës është një shtet, një komp i bekuar, që do qetësi e do demokraci në të gjithë botën. Shqiptar, këta nga parat e tepra që vithin, do t'i shihni me sytë tuaj, janë me qindra dhe me mira të shpërndar, me qindra në Amerikë, të quajtur analiste gazetar që i shihni, vinë këtu, si një zonjë që vjen, dhe Berisha i mori një $2 milion,
Edhe thot janë nga Gjirokastra, janë nga familje me mirë. Ata nuk është turp të lash pjatat e Amerikës, po ajo zonja lante pjatat, edhe sot ajo s'është as në Amerikë, po është rrugëve të botës. Edhe i shohë që i tha ikë se nuk dua me greku. Shqiptarë. Këta që u kanë marë parat, ne i dim me emra dhe me mbiemra ku jetojnë, Chicago, New York, Kaliforni, Florida. Ne i dim. Do t'i shini me sy. Ne i dim që janë shpërndarë në për Evropë, që dalën nga 7 herë në ditë, ndrojnë flokët, syzet, vetullat. Por, ne i dim. Jetojnë me paran tuaj të dashur shqiptarë. Unë mund të tregoj një shembull shumë që ta kuptoni tërë shqiptarë. E në kohën e regjimit bolshevik, një përqindje ishte i dërguar. Kishën restoranta, vila, ditën, qeramuri i Berlinit, dhe u këthye hyri në 10-ta që në mënyrat e Amerikës ndihmën tonë u hap në ambasada suvra njeri, ato ditë të dashur shqiptarë. Unë i kam njohur me qindër. Me erdhi keq. Nga restorantat që kishe dhe hotelet, nga luksi edhe yzmeqarët kishe spanjoll e Porto Rico, edzin. Arritën, disa kanë vdekur dhe varri tyre nuk dihet, se në Amerikë kur nuk ke para, nuk t'i nje me njeri, të marrën të edhe në grop, e nuk e di ku është ishtrat. Po pse u ndodhë këshu? Sepse të dashur shqiptar, bajni mënd, a i që spionon vëllan, se spionat në Shqipëri që ishin e njëzuar jashtë, do spionon të vëllan, motrën, me larkë se dhe gjajaj, nuk do vinte. Ata do spionon të. A i që spionon të dashur shqiptar, edhe na dynja që thonë, se mos besoj shumë për aty, që njeri u vdes, lire të lirë. E na dynja nuk e rahat, të dashur shqiptar. Pra, e kam fjallër për ata që ishe në Amerike, në Evropë, arritën, sepse tregtit biznisin, i kishte konsulata e Shqipërisë. U ipte për spiuna, për kotë, qarë do bënin ku ishin patriotët, e ata hiqshin si patriot, ka patur raste dashur shqiptar, i dërgonin dhe familjet të tyre i intrenonin, po anaman kuptoshin se qarë intrenimi ishin. Beshin zvëz brigadjera, shumë njerëz që po më dëgjojnë e din fare mirë. Pra shqiptar, i kokoa e spionëve. Ti le me njanë, dosjet janë të gjalla, po ne të hapëm dosjet e 35 vjetëve. Kush ka qenë spioni i Sërbit? Kush ka shërbyer? Si ka vjedhur, si ka marrë? Ajo ta din shqiptarët, që i kanë vrarë. Që ka vrarë të rinjë, që kanë vrarë dalen me motor ciklet dhe vrasën njeri tjetrin. Daloni ju të rinjë. Daloni një që u kanë shfrytzuar ju këta, Saliu me gjithë Edi Ramën. Ka 2 ditë. Saliu del me një qeshje në vdekjes. Ma hoqën thot, dërdhem non grada, jo shqiptar. Kur si këtë non grada. Gradën se bën as presidenti e as senatorët. Amerika, si që thash, ka një kushtetut, ka një disiplin, ka një regull. Shtetë departamenti, Ministri e Jashtme, o sekretari i shtetit, do të lexoj, do hap zarfin, e do lexoj se kush është në ngrada. Kaq. Se përse, nuk e din. Nuk i që do ngrada. Po Sali Berishës i vajti letra. Largohu, sepse është një regull në Amerikë. Nëse një senator o president merë para nga të huajt, ka ndodhur shumë në Amerikë, senatorët.
kur FBI-ja, që është organi përmbi policinë, jo më lartë, përmbi policinë, i thot, zotnik ke marrë para, ke 2 gjëra, deklaro dhe largohu si senator, ose nesër kemi punë. Largon, deklaron, ka qka, i le, po më në fund, masa vjetëve, së muret, se ka së mundje nga Zoti, po vodhe, po vrave, tjetrin, hakon të marrën tjerët. Pra shqiptar të dalë në 9 gradat e Saliut, se janë qindra, si kur. Unë Saliut i kam thënë që më para, dil para publikut, që është vonë pësh. Se data nesër 13 është e fundit. Të dilte, ti thoshte publikut, më muar me qafë fëmijit, po më shumë, më muar me qafë, ti thoshte, ata që i mora pa atlete, i kam bërë me vila në Bregdet. Ti thoshte publiku e din të vetë, e linin të lirë, o e dënonin publikisht. Pra shqiptar, dikush më pyeti pardije, kur erë televizor, edhe më tha, ju po flisin në emër të kryeministrit të qeverisë teknike, po i thash. Po kush të ka zgjedhur? Sepse ai djali i ri kishte drejt që pyeste. Sepse këta që janë lidhur në Shqipëri, që janë gazetar në publik, në teren, janë djemë të mirë e vajzat të mira që ka nevojë për ju shteti, ka nevojë për ju kombi, që si paguajnë, kanë 2-3 muaj që s'marrën para, sepse televizorët ju i shini dashur shqiptar, po parat u vinë nga të huaj. Unë i thash të mos dalë nga të mos lëvizë, dikush këtu në Shqipëri thotë, në thuaj atë realitetin që e ktheve muhabetin tjetër, pra shqiptar. Mua më kanë zgjedhur këta që shini ju këtu, 13.190.000. Mua më kanë zgjedhur ta që janë emigrantët, që asteku i tyre është bruuj. Për shembull, Italia. Dashur shqiptar, 1.667.732 veta. Mua më ka zgjedhur emigrantët që i kanë përzen në Greqi. U hedhën pasaportat, po erdhi dita juaj. Se unë u kam thënë grekëve, rrini urt, se kale trojë se kemi kudo. Ne kemi Albanitas që janë shqiptarë tonë, pra kali trojës është kudo, ajo qamëria është tona. Pra, besap në Greqi, si thash në Itali 1.600.000 ca, në Greqi kalovi 1 milion, në Amerikën time edhe tuajnë dashur shqiptarë. Amerika është tuaja e 97%, kurse zagarve që janë mbledhur sot, me rikeq që kanë vajtur për të marrë një sandviç, për t'i bërë lajka, e i pash janë kokullur se ne i shikojmë çdo gjë, dhe fotografit do t'i kemi, që koha kur të vi shumë shpejt të themi, ja ku ke qenë me Edi Ramën për 500.000 lek në muaj. Turp. I shqiptarë se kemi ashtë. Pra, shqiptarët e mi, go Amerika tuaja dhe timja, 711.000 klikime. Pra, ju gazetarë që më pyesni, ju keni të drejtë. Unë jam me ju. Dhe unë u thash, kur dualt para makinës, u thash, Amerika është me ju. Shqiptarët janë me ju. Po ju nuk e lenë të flisin të lirë. Të flasën ata që janë të emruar, a i shini me telefon, e pa parë një histori. Për ka shillëk. E marrën telefonin dhe e mbajnë në dorë, a i di e s'ka patur as gomar. Pa i ka qenë, baba i ti, ka qenë duke dëgjuar në përdritaret.
për të arrestuar shqiptarët e varfër. Kur i arrestonin në kampet e intrenimit, arrestoheshtë në emër të poplit. E kam parë me sytë e mi, unë ngrit një fshatar, si ishte i izoluar, ishte brigadier. Po lerin poplin rata, popli fle, ju thonin emër të poplit. Fle rata. Pra, kurse tashi, i sjellën me zorë në përbaset autobuzet, para t'i kanë, a i ka autobuzë shqytyrja, i sjellën për të. Mendote Saliu me Edi Ramën brëm, doli qëllimisht Saliu, apo po më gjonë Sali, dole edhe the në parlament, erdhi Saliu, ke 35 vjetë që jenë mes Tiranës. A i mbanë mëndë Sali, kur ke ardhur për herë të parë, me i gjaket blu e me pantalona të bardha. E i qerem që kishte Megdana të dha gjaketën që u takove me presidentin, kurse sot nuk i di sa e ke numrin e parave. Sali. Dil dhe thuaj të vërtetë. Dihet sa hotele, sa ku janë. Dil dhe thuaj nesër. Mos dil me ato miliona që erdhi të mori mjekrani, që futi, që vurja të kapelen, e më në fund tha si jam i dërguar nga Beka, se fillin tha po. Sepse ne përse jemi, ne e prisim që të vinte ai, ti mori parat. Ja dhe ati ta sakut që del me një republikë si Kallbojs. Edhe thot, po, Saliu është i mirë. Ata të coptuan, ata të ullë i moralitetin tënë, dil sa së shëvon, dil urgjent, edhe i thuaj shqiptarve, nëse unë kam bërë gabim, me gjukoni ju, të mos më vete në burg në Amerikë, edhe në Britani, që e non grada dhe atje. Si ty, Sali, janë me mira. Dil. Se shqiptarët për para e dinin të thoshin o Sali o Flori, kurse shqiptarët e panë. Edi Rama që ka shtyr këto vite, ka shtyr nga ty. Sepse njerëz që pas te, i ke njerëzit që me ty janë ditën dhe natën janë me Edi Ramën e me spionazhin. Ata të ullë, ata shetë, doktor Sheu, a e mban mend, doktor, sa erdhë më ke ardhur në zyrë kur unë ishe me mision. Edhe me luqe, e të kam thënë si doktor, pa marësi se e familje Hoxhës, pa marësi se kur ke qenë i ri, e kam fjallë për dritan Hoxhën, më falë, Sheu, që është doktor. Hotele, para. Jo pra, nuk do t'i gëzosh më. Pse i morim qafë dhe fëmijit. Pra Sali këta të dëmtuan. Kurse ty Edi, erdhe nga Parizi, ashtu lak kuriq, dhe u dehe nga suksesi, nga bylezikët e gjerdhanët, që bën kashi shqiptarve, kashillëk, del, me roje, po kush të pengon ty më? Ti të ke fjetur në për rrugët e Parizit, të vini të shpinë të sillni bukë. A i presidenti i Francës që është, me ty ka jetuar në për rrugët e Parizit, që vjen këtu e hingëllon me parat e shqiptarve. Kurse unë i kam thënë ati, zyrtarisht. I thash, president, largohu nga Shqipëria, dhe kur vesh në Paris, thuaj që Shqipëria ka krijuar Evropë. E tha me njëherë. Se deshte mirëte aeroportin e Tiranës. Ai me ca të tjerë. Pra, shqiptar, erdhi koha e juaj. Përsëri e përsërit ju që jeni mbledhur, ikni, vini bishin dëshal, tashi, kur të vinë të rinjt, që do vinë drejt,
Dhe kryeministri aty dhe Pengjerja hap në sytë. Se jeni të fotografuar, ashtu si ishët ullur, ashtu si ishët me kokë minjanë, që se donit fare e diramën, pse vajtët? Pse vajtët? S'kini ku vini me. Pra, SPAK, dhe ty e kam. Kja fat deri nesër për të arrestuar njërësit. Sonte ke filluar. Fillot. Jo. Ti gjesh për para kemrave. Edhe të fillosh arrestimet dhe ti përfundosh para se ne të vem në paqësor që ti mbledhem njerëzit, si që thash se nuk flas tër ditën, të pajtojë njëri me tjetrin. Barra e 35 vjetëve e këti kryetari SPAK, bravo. Ta thash, mos merr të dhëna nga është një kryetari i bashkisë afër Beratit. Ti e di fare mirë për kë kam fjalën. Mos merr të dhëna. Mos u trem nga ai. Ti dhe SPAK dhe drejtori që është sot, kush bën mirë, do ngelet një historinë e kombit shqiptar. Se është përfundimi i të gjithë këtyre. Është përfundimi i gjyqtarëve. Është përfundimi i prokurorëve që kanë vjedhur e gjyqtarëve që kanë mashtruar shqiptarët. Është përfundimi të quajtur avokatëve që kanë mashtruar shqiptarët, që të dy palët punojnë bashkë, i dëmtuan shqiptarët. Është dita e fundit nesër, dita e çlirimit të Shqipërisë. Pra, kryetari SPAK-ut, bravo, je i ri. Mbaroj arrestimet para se ne ta bëjmë në mënyrë paqësore. Shqiptarët, a e shet qa shkruajnë. Thonë që bravo, ka 4-5 muaj, 4 muaj, dhe nuk ka arrestuar asë njëri. Pra këtë domani filloi të lëvizte. Por, barra të ngelet në ty. Barra të ngelet në ty, sepse që të vesh pranë ambasadës amerikane, e të thuash ne jemi më shumë se ju, qa do bëni ju? Me ca legina, mashtrus, që ullë në autoritetin e Shqipërisë. Pra shqiptar, nesër në orën 5, dhe sheshi Skënderbeu, kemi me qindra, nuk them pak, me qindra flamur, Amerikan dhe shqiptar, që do mbushet në sheshi ku është Skënderbeu, edhe Skënderbeu eshtrat që i ka për të oqeanit, për të detit, them më mirë, e ato do lëvizën. Do thonë, o Zot, pas ka shqiptar që u ngritën për lirinë e tyre, pas ka shqiptar që nëna me shami të zezë ka 35 vjetë me një bastun të thyer, me një qati të rëdzuar, që ua kemi të reguar shpesher, pas ka Zot, do thot, me erdi nipi që se dinje, nipi 30 e ca vjetë, djali miku 18 vjetë, 60 vjetë, o Zot, pas ka Zot, lotët nuk qajnë më dot, zbjenë, janë tharë, duke qarë në atë ditë, për 26 vjetë, kër ishin të fëmijë që bukthat, atë fëmijë që rriti me bukthat, me roba të arnuara, po të pastra, iku për të detit më 90-ën, sa rrojt kur, korriku 1, 2, 3, deri më 7, kur s'kësh për të arruar, do ngelet një histori, si do ngelet nesër një histori, për SPAK-un, për byron kombëtare, e pra hajdut. SPAK, mos fli gjumë sot. Ato që ke në tavolinë tënde, letrat që të kanë erdhur, arrestoj. Sa më parë, për kundra si, të thash, do arrestoj shti. Për dokumentat që i ke mbyllur, e nuk i hap, që ke mira, për të arrestuar. Por fillo arresto, këto mizat e kalit që janë më shumë, që kanë para. Pra, shqiptar, në ngrada si hiket njëri, absolutisht.
shpëtuat. Pra nesër të dashur shqiptar, në orën 5, është me lej, me çdo gjë, me rregulla siç e kanë. Jemi të parët ne që marrim lej, asnjë nuk me lej, as Saliu, as Edi Rama, që i ka vështjell atje, ai ka vështjell me qëllim, po djemtë e rinj që ishin përgatitur për të bërë dëm, ka 2 orë gjysmë u larguan. I thanë Edi Ramës, na i dhe parat, na bëfshin mirë. Ai tash i ka vetëm ato plirat që kanë qenë ministra, sidomos Balluku na kishte vënë një palë syze, ka shillëk. U bënte shqiptarëve. Mua më keq se është e re, pa e dalin nga burgu. Pra si ajo doje në burg. Shqiptar, miru pafshim. Ju që keni dalë të ditën e 13 që kini, vazhdoni. Dilni sot, mbushni rrugët e Tiranës dhe thoni, Shqipëria e kufijve natyror, do të shihni nesër, dashur shqiptar, 6 metro me 2 metro, do shihni hartën e Shqipërisë me kufi natyror. Dhe më të djathtë do shihni flamur shqiptar dhe amerikan. E para herë në histori po ndodh. Pavarësisht se ne kemi një vit e ca që kemi vënë, po thuaj 2 vjet para zyrës në Sauk. Ky Sauk ka çliruar Tiranën. Këtu kanë qenë pasuniket që donin Shqipërinë, që kishin bërë me gjak. Këtu kanë qenë që janë hapur shkollat e para në Sauk. Ky ishte arsyeja që e vran atë që hapi shkollë në Sauk, në dera e shtëpisë, në dera e xhamisë. Ai luste Zotit të shpëtonte shqiptarët. Ai luste Zotit të mësoni shqiptarët, të flisnin, që sot fëmijët e tyre janë pa punë, janë pa rrogë, janë shpërndarë në përbot, si zojt që kanë lënë nënën Mian edhe janë në përbot. Janë shpërndarë, mbytur me varka për te detit ton të bukur, në atë dit që Skënderbeu mbrojti atë bishtin, atë qismën e Italisë. Pra shqiptar, ti një krenar që një shqiptar. Erdi, sa bukur e bëm në atë mënyrë, po e theme këtë fjalë, sa bukur e bëm, gjetë të mënyrë që Edi Rama të thoshte, e shita detin, e shita zvërnecin, e muar ata që na heqen non gradën, ata që s'do na marrën burg. Dushe kjo dashur shqiptar të beshe, që ta mirë të vesh bota, ka 1 javë ca 2 javë. Zjen bota televizorët e botës. Pra e njojtën Shqipërinë, ja këtë bëm ne. E njojtën Shqipërinë, që Shqipëria është gjua me vjetër në botë. Jemi një racë, një kom, jemi të barët. Rov Shqipëria dhe eshtrat e Aleksandrit të Madh që vdiq, pa parë nënën me sy, djali i ri. I pa parë në historinë globale, njeriu mi fuqish. Teuta, mbretëresha e Shqipërisë, për herë të parë, grua mbretëresh, që ju hordhi italianë dhe det, të njëjtën, apo jo mu labër, që ju hodhë të gunat, që ka histori, i hodhë mbi telat, e italianëve i hodhë në det. E ani nesër, në data 13, duke kam vënë kod datën 13, është qift. 4 dhe 1, më fali 3 dhe 1, është 4, burrë e grua. Jo si këta palachot që na vinë nga Evropa, këta rrugaqët, të them hapur fjala, më vjezor të them, jenë pedelas. Shqipëria është e shqiptarve. Rov Shqipëria, zgjoni kudo që jini, zgjoni dashur shqiptar, blidhuni nesër, ta festojmë, është festimi i parë në historinë e Shqipërisë, me këta 2 flamur. Natën e mirë dhe miru pafshim nesër në orën 5. Pavarësi se do dalë në orën 1 përsëri. Por në orën 5 të përqafojmë me njëri tjetri. Të largojmë këto ambasadorë që vinë këtu
të ndryshojnë racën tonë. Natën e mirë, miru pafshim, rrof Shqipëria, kjo kushtetut do të kini shqiptar. Dhe këtë hartën do të shini nesër, 6 metro me 2 metra. Rrof Shqipëria, miru pafshim nesër, natën e mirë.